me siguri edhe kam lind me artin. Sepse edhe si fëmijë kur kam qenë, çdo herë kam dasht artin, i kam ba me qesh, i kam ba si në shkollë fillore, në shkollë mesme, kështu që kam lind me artin, ndërsa zyrtarisht të them, që kemi formu teatrin në Skënderaj, është 72-73. Prej asaj po, dhe nga ajo kohë, unë nuk e kam ndërprej aktrimin për asnjë vit. A mund të shme të regu sa je vlerësu ti për këtë punë që e ki bo? Se muj me thonë, kjo është edhe të ciloj pune. Po, unë vlerësimin tim e bën populli. Ai me donë, ai me ka mbajtë në skenë, ai me mban akoma. Sepse e dojnë punën time, e dojnë përkushtimin tim, i dojnë rolet e mia. Kështu që unë çdo gjë në radhë parë normal e bëj për veti, sepse e du dhe e kam në shpirt, por e bëj për popullin tim, me lanë diçka, sidomos me lanë diçka për brezat e ri. Për brezat e ri. Ndërsa sot, çfarë mendimi ki për brezat sot? Sa janë tu i kushtu kohë aktrimit, apo vlerësohen si janë vlerësu në atë kohën tonë? Jo, sepse në kohën tonë, faktikisht është vlerësu arti. Unë të thonë të drejten, në këtë salë, kur kemi pas shfaqje, kjo i ka 500 ulse, është dashtë policia me majtë rendin, sepse nuk ka pas bileta për t'interesuar. Andaj, do më thonë, është vlerësu shumë lartë, edhe ajo na ka edhe një vullnet dhe një kurajo që mos të ndërprejmë dhe të vazhdojmë. Ne kemi punu në baza vullnetare. Vullnetare? Pa, kryesisht kemi punu në baza vullnetare, sepse institucionet atëherë veç dihet se kanë qenë të regjimi tjetër dhe nuk kemi pas në mbështetje. Po në fund, lere që s'kem pas mbështetje, por në fund, kur erdhen masat e regjimit serb, na debuan edhe nga qendra e kulturës. Të më thonë, nuk ju kanë lënë me që ato që në koni Jo, ne kanë mbyllë qendrën e kulturës. Pastaj, jemi detyru të vazhdojmë sërish aktrimin, por e kemi vazhdu në forma tjera. Kemi fillu me gjirimin e filmave artistik prej një mali në një mal tjetër. Sa vështirë ka qenë kjo. A me ndonë se qatë sa u kone vështirë, për ma merë mendja u kone edhe arktuse, me qefe keni bua, ka pas rast që ndo njëherë jeni lodhë qatë shumë dhe keni thonë, po e lojmë këtë punë se nuk jena të mujtë me vazhdu mu. Jo, kur na nuk jemi lodhë, sepse kur të bësh një punë me qef, lodhjen e nin ma pak. Edhe e shes që po ban diçka, e shes që po len diçka. Andaj, kjo na ka ba, dhe na ka motivu me punu edhe ma shumë. Sa i përket regjimit, ne kemi vepru në parimin e zjarit me flakën, me erën, zjarit me erën. Era sa me e fuqishme që është, dhezët zjari ma shumë. Andaj edhe ne kemi vepru në atë parim. Sa ma shumë që na kanë ba presion, na kanë ndjek, ne edhe ma shumë kemi marë forcë, edhe kemi marë guxim për të vazhdu punën. Inderuar, a ka pas rast ndo një rol që e ki pas shumë të vështirë me e bo, ose cili ka qenë roli ma i vështirë që e ki bo në aktrim? Po shife, unë s'kisha thonë se ka ndoj rol të shtire të letë, po mund të ketë ndoj rol që e ke pas ma për zemër, ose ndoj rol që... A ki pas një roli negative, ku jetu për më do? Kam pas, po pak kam pas roli negative, sepse nuk është që nuk i luj, po rolet pozitive më shkojnë ma më shumë. Për krajem, e matë madhe prej kujt e ke pas? A ka pas rast që dikush prej familjes të ka thonë, leqit punë se na lodhe dhe largohu për kësaj pune, se nuk jetu përfitu kur gjo? Është shumë e vërtet kjo, sepse një mënyrë unë kam përfitu shpirtnisht, sepse arti është ai që të mbush shpirtnisht. Asnjë ushqim tjetër nuk është që të përmbush sa arti.
Kështu që une faktikisht jam përmbush shpirtnisht, por ekonomikisht normal që kam pësu, sepse kam lanë shumë herë punë të mija, pa i kry, pa i mbaru, me ardhë në prova, me bashfaq, e tjera, e tjera. Dhe më toni filon punë të anash. Po. Edhe e ceke ma here që fakultetin e ki kry në dek tjetër, shkaku i punësimit. Sa e vështirë ka qenë për ty me kry një fakultet tjetër vetëm për shkak të punësimit? Po, si që të tregova, kur shkova me studiu në ato 2 vite pa të pauzu Akademia e Arteve, me shku matutje nuk kisha mundësi modesht me kry një fakultet, me marrë një letër edhe me hynë punë. E kam kry fakultetin juridik, shumë pak kom punu me juridik. Nuk e ki gjetë vetën? Po jo, se unë e kam ditë që nuk du me punu jurist, po e kam marrë e kam kry për me nëzan një vend punës. Kështu që pak kam punu me juridik, kryesisht jam marrë me aktrim dhe me aktivitetet kulturore. Të e pas parasysh që në atë ku kanë qenë kushtet ma të vështira, sa vështirë ka qenë për me u shkollu ose jeta financiare, sa e vështirë ka qenë për me mbri këtu kje. A ka pas rast ndonjëherë që e kilon vetën shumë keq për me bo punën që e dënë? Ajo është shumë e vërtet, sepse gjithdo punë kërkon sakrifica. Gjithashtu edhe arti kërkon sakrifica, dhe e cekem edhe pare se normal që kam lanë, shumë shpesher kam lanë punë të mija, për mos me ndërprej aktrimin, mos me ndërprej provat, ose shfaqin. Nga ky teatr, vlen të cekim, se nga ky teatr kanë ra 5 dëshmorë, se është një parim që thotë teatri i paraprin në revolucionit. Edhe këte e kemi vërtetu në teatrin tonë. Kanë ra 5 dëshmorë, Hamzi Jashari, Naser Kodra, Qazim Jashari, Sejdi Reka dhe Nazmi Jashari. 5 dëshmorë, që 5 dëshmorë ka një qytet i madh i tërë që nuk i ka dhënë. Po, që të bëjmë? Dhe më thonë pas ka kujtimet paharushme në këtë vend, a mund të shumë na folë pak edhe për jetën tonë në përgjithësi, tash e dim që ti jem penzion, sa po e gëzon penzionin? Edhe pse je penzion, ende je aktor, nuk je dorëzu hala. Jo, une nuk kam thënë fillimisht se do merrem me aktrim deri në fund, por praktika po e vërteton këtë. Dhe faktikisht që nuk do të ndërprehem për asnjë moment, gjersa ta kemi shëndetin. Me shëndet shumë mirë, ndërsa sa i përket pensionit, tu e pas parasysh që ti ki bu një punë të madhe me vite të tëra, a është i mjaftueshëm pensioni sot? 50 vite më skenë.